Në pjesën e dytë do flasim për një temë që unë do doja vëmendjen tuaj, sepse në këto kohë që jetojmë, ankthi, stresi, ngarkesa emocionale, nervozizmi, ku diun shfaqje të kësaj natyre janë prezente, nuk po them të gjithë, se nuk dua të kthehemi të gjithë në pacient të mundshëm, por që le të themi shfaqje të vogla i gjejmë, si tek të tjerët ashtu edhe tek vetja. Terma të cilat në fakt vite më parë do i kishim ose pa njohura, ose të dëgjuara shumë rrallë, shpeshherë nuk dinim të jepnim as edhe ndonjë shpjegim. Dhe sot nuk është se do japim kështu receta apo këshilla ku diun nga psikiatër apo psikolog, edhe pse nga biseda do kuptojmë që ka nevojë dhe për një lidhje në momente të caktuara, por nga një fizioterapist, sepse trupi ynë ka ca pika të vogla, të cilat sigurisht nga profesionistët, nëse punohet, në arrim të shkarkojmë edhe atë ngarkesën e ditës, pse jo edhe në një fazë pak më të agravuar se sa thjesht ngarkesa apo lodhje. Kejdi, Ndoja është me mua në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Faleminderit për Sa shumë pyetje kemi. Shpresoj të u përgjigjen të gjitha. Ja, me sigur që do japim ca informacione dhe do mësojmë pak. Se, ç'është e vërteta, në botë ne dim shumë mirë që ashtu si shkohet njëri në ca kohë tek ku diun te stomatologu apo tek parukierja për zonjat apo te estetistja, shkohet edhe tek fizioterapistja apo për të bërë një seancë masazhi thjesht për relaks. Ka filluar të tek vendi jon apo jo? Tani këto kohë ka filluar që të njihet disi, se më përpara ishte edhe paksa tabu që pse të shkojmë në tek fizioterapisti, për që na duhet në fizioterapisti. Kur fërkojmë njëri tjetrin ashtu në shtëpi. Si shqiptar që jemi qik me vaj ulliri në shtëpi e zgjidhin gjithë shka. Këto kohë të fundit besoj që edhe po merr një lloj trajte, si thush, si që duhet ta marrë të tillë fizioterapia, e cila nuk është fizioterapia si që përmend edhe ti, nuk është vetëm për kockat edhe për muskujt, por është edhe për sa i përket gjendjes psikologjike të një pacienti. Gjithmonë momente kur kemi strese, kur kemi ankth, gjitha këto, kjo pasqyrohet tek pjesa e muskulaturës së pacientit, që më shumë ti preket tek pjesa e qafës, e shpatullave, herë edhe tek pjesa e frymëmarrjes, zemra, gjitha këto. Pra, kur ne themi kam ngrirë, ajo është kontraktimi muskular. Ka disa faktorë kur e themi atë ka ngrirë, sepse nuk mund t'ja vëmë një diagnozë të saktë asaj ngrirje, sepse ka ngrirë nga tensionet muskulare, por ka ngrirë edhe nga kjo tema që po flasim edhe sot, nga ankthi dhe nga stresi. Po, pra, shpesh është dhe një lloj, pra njeriu vetvetiu kur ka një ngarkesë emocionale ose kur ka stres, besoj ti e di më mirë sa unë që ka të tendencën ku duhet të ngurtësohet, të marrë disa pozicione të gjuhës të trupit që lexohen. Ne si që quajmë, është një nervi 10 kranial dhe është nervi vagus quhet. Në momentin që personi ose pacienti ka një gjendje stresante ose një gjendje anktioze, ai stres aktivizohet dhe jep impulse jo të rregullta të tij, dhe mbi aktivizohet. Dhe si pasojë e këtij aktivizimi të këtij nervi, është nervi më i madh në sipërfaqe në trupin e njeriut, i cili mund të prek gjithë organet vitale, pjesën e muskulaturës, pjesën e qafës, barkun, përshkon gjithë abdomenin, barkun, frymëmarrjen e gjitha këto. Do të thënë ka lidhje me këtë foton që ne po shohim tani? Po, ja, pikërisht. Kjo është një shpjegim edhe i ilustruar. Është nervi më i gjatë është nervi sciatik, siç e dim, por ky është nervi, si thua, nëse mund ta përkufizoj me gjeografinë më të madhe në trupin e njeriu. Është i përhapur, fillon që nga pjesa e kokës mbrapa veshit dhe zbret në të gjithë sipërfaqen e organeve vitale të trupit. Pra, siç e dim, momentin që ose mund ta parashkruajmë veten, momentin që kemi një stres, nuk kemi urim, dhe më thënë që prek pjesën e stomakut, kemi ndjesi të vjellash, kemi shtrëngim në kraharore, gjitha këto e cila, ky nerv prek zemrën, i prek të gjitha këto organet kryesore të trupit. Në të njëjtën kohë edhe muskujt. Pra, ne e ndjejmë... Muskujt kanë një vetë mbrojtje, si thuash, për trupin, pasi trupi është gjithkohë në të kurje, edhe momentin që ti fillon dhe të kurresh, kjo pjesa muskulaturës gjithmonë në të kurje bashkë me ty si person. Ne si fizioterapist çfarë mund të ofrojmë për këtë lloj gjëje, sepse
masazhet relaksuese, nuk po them se e gjithë tërësia është tek masazhet, se është që të hyrja ose që në fillimin e një seance fizioterapie. Pacienti, momentin që vjen tek terapisti, krijon atë komfort zonën. Unë e cek shumë herë them që ndonjëherë në fizioterapistë po bëjmë si psikologët, si dhomë rrëfimi. Sepse të shtomi pagesa. Je në një lloj privatësie të cilën je thjesht terapisti me pacientit, edhe kjo gjë funksionon shumë mirë në momentin që ti jep besim pacientit. Momentin që krijon këto teknikat e fizioterapisë, gjitha këto masazhi ka si vetvete që çliron dopaminën, është hormoni i lumturisë. Edhe në momentin mbas terapisë ose mbas masazhit, një pacient ndihet si më i çliruar, si më i lumtur, si më aktiv, gjitha këto, por që nuk është ajo, si thua, është çelësi i suksesit që ne mund të bëjmë, ose shërimi i kësaj. Është thjesht një gjendje që mund ta cekim tani dhe mendoj që është shumë thelbësore të cilën duhet ta cekim, është sepse fizioterapia po punon në vetëm. Nuk po punon në ndërlidhje me psikologët ose me ekspertë shëndetit mendor, gjitha këto. E mendoj që tani ka ardhur koha që të bashkëpunojnë pak në tërësi të gjithë bashkë, që të krijojnë një ambient më të mirë për pacientin e për gjithë. Patjetër, që edhe rezultati në të njëjtën kohë të jetë më efektiv, patjetër që po. Ndërkohë kjo nuk bëhet në vendin tonë, apo ka raste që edhe se nuk ma të mundja, nuk se kam të gjuar në njerë që një psikolog, të thot një pacienti që ndër të tjera, sigurisht që bëj gjërat që do, apo që t'japin knajsi, po jo një masazh, nuk mendoj që është akoma kjo. Kjo lloj kulture edhe tek ne si profesionist. Pasi ne duam ta bëjmë, duhet dalim paksa në origjinë dhe themi e bëra unë. Për të marrë nuk mund ta bëjmë unë dhe ti, domethënë një ndërlidhje të gjithë bashkë. Pacientët e kuptojnë që ku diun shqetësimet që mund të kenë në fizikun e tyre, se trupi ynë flet, na jep ato simptomat e veta. Mund ta kenë pikërisht nga një situatë e rënduar që mund të jetë familjare, pune, marrëdhënie shpesnjerëzish. Nuk po them depresion, le të jemi te stresi dhe te këto ankthet që shpesh herë nuk është se e kuptojnë, sepse nuk e din këtë lloj ndërlidhjen e fizikut me mendjen. Domethënë vetëm në momentin që ato afrohen afër një specialisti që ja u tregon që shiko, dhe kjo mund të jetë një ndër arsyet, edhe kjo tjetra mund të jetë një ndër arsyet e tjera, dhe atëherë mund të kuptojnë ose mund të krijojnë hipoteza me veten, është kjo vërtet apo s'është kjo vërtet. Në disa raste kemi patur edhe pjesët, jo vetëm tek pjesa e qafës që është në tërësi ajo, por edhe tek dhimbjet e gjunjëve. Gjunjëve. Është një hipotezë, si thua, që nëse nuk shkon mirë me mamin, do të dhëm gjuri majt. Nëse një fëmijë, domethënë bëhet fjalë gjithmonë për fëmijën, nëse nuk shkon mirë me babin, dhëm gjuri i djathtë. Dhe është një dhimbje pa shkak. Thjesht është në momentin, kjo është gjë familjare, si thua, është momentin që keni një lloj stresi ose një lloj zënke me familjarët e tuaj, këto janë dy ndasitet e këtyre. Po është më shumë e shprehur tek mosha deri në 15-16 vjeç. Aty ku është dhe faza e debateve. Pastaj bëhemi të pavarur, nuk kemi pse të zihemi me. Pastaj e ke nga i dashur, nga i dashuri. Post adoleshencë ka tjetër halle ajo mosh. Tani, me që të kemi këtu, a mund të mësojmë ne, na thej që zona e qafës kryesisht është ajo që ka... Po, gjithë zona trapezoidit mbrapa. Ne vetë, thamë që në kushte shtëpie ti e di që japim zgjidhje shumë shpesh, po qoftë ndonjë, ka ndonjë pikë që mund ta masazhojmë edhe vetë në punë. Nuk është se mund të caktosh një pikë ose një trigger point, si që quajmë ne, që mund ta shtypesh edhe ajo mund të tensionojë gjithë zonën. Është në tërësi gjithë muskulli, por që mund sugjeroja unë është thjesht stretching. Stretching i qafës, manipulimet qafës e gjitha këto, që të krijojmë një tensionim të muskulaturës në të gjitha anët e mundshme të tij. Ne kuptoj. Në këtë fazë që ne ndodhemi, mësuam që do të kemi një javë super të nxehtë. Do të shkojmë në temperatura deri në 34-36 gradë, që do të thotë me siguri jemi duke ndryshuar kondicionerin.
Dhe besoj tani fillojnë edhe problematikat që njerëzit vinë edhe ankohen, janë të ndryshme. Tani më shumë ti problematikat e verës, si që quajmë ne, janë më tepër tek ju femrat. Pse? Ç'kemi ne? Sepse nuk kujdeseni për momentin që një femër lan flokët ose gjithë ato, kokën e lagur dhe lën kokën e lagur gjatë gjithë kohës edhe janë në kondicioner gjatë gjithë kohës edhe rrezikojnë paralizat faciale. Që janë paralizat e fytyrës e cilat janë nga ky lloj ndikimi. Edhe në kondicionerët e makinave, pasi është gjithë kohës përballë, por kjo është një ndër ato. Besoj është një temë tjetër, kjo po na duhet shumë në fakt. Duhet shumë. Por që kjo pjesa muskulaturës prapë është e njëjta gjë që mund ndërlidhen me njëra tjetrën, duke thënë se edhe pjesa e stresit, edhe pjesa e të ftohtit artificial, si të themi, nga kondicioneri, këto janë dy faktorët kryesor të kontrakturave në pjesën e mbrapsme të qafës, sepse ato janë muskujt më të mëdhej që mund të kontraktohen. E kuptoj. Sa ja dalim ne të kthehemi në një gjendje më të çlodhëse mbas 1, 2, 3 seancash, sa ka kush janë këshillat tuaja? Besoj që arrihet në një lloj përfitimi, le të themi, pasi edhe vetë pacienti bëhet doktori vetes. Në momentin që fillon edhe bën terapitë, merr indicjet, merr gjitha llojet e udhëzimeve, edhe ai fillon edhe e mbarvan veten e tij. Por në momentin që ai është më përpara, ai nuk e di se çfarë të bëjë, sepse tani ka dalë edhe kjo pjesa e internetit dhe gjitha këto dhe bëj një pyetje, por nuk është ajo pyetja saktë që do i gjesh përgjigje. Kupton, nuk di se çfarë ta pyesësh, edhe se tani është hapur gjithë kjo koha e ChatGPT-s, edhe po bëjnë shumë pyetje dhe momentin që vin pacientët tek fizioterapia ose diku tjetër janë shumë të konfuzuar për faktin se kanë parë shumë gjëra që nuk janë të vërteta me ato se çfarë ai ka. Edhe pastaj edhe kur t'ia thuash ti të vërtetën, të thoj, jo, se unë kam parë të ChatGPT. Pra, do të duhet të bësh njëherë një punë bindese për t'i fshirë gjithçka që ka marrë si informacion nga internet. Duhet të fshirë gjithë atë informacionin, jo të saktë, jo se nuk është informacioni saktë ai cili merr, po nuk është për këtë lloj patologjie, si të thuash. Ka ta thash edhe në fillim, një kontrakture e kurrizit ka disa lloj faktorësh. Një ndër ato është stresi, një ndër ato është lodhja, një ndër ato është i ftohtë, gjitha këto. Pra ka disa lloj faktorësh. Çfarë moshat më delikate që mund të psojnë këto kontraktime muskulare? Për pjesën e ankthit dhe stresit janë moshat nga 25 deri në 35 vjeç. Ashtu ë? Fatkeqësisht është përhapur goxha, por që shpresoj tani po arrit edhe një lloj indicie nga të gjithë. Domethënë ka shumë tani për të lexuar, ka shumë për të folur, se deri më përpara siç e the ishte edhe tabu. Por tani gjithë të ndihmojnë. Më përpara thonë më falë tani, po thonin i ka hikur truri. Po ishte ajo mosdia dhe popullatës, e kupton, ndërsa tani po din që gjithë të japin mbështetje, të flasin, sepse kjo lloj gjendje aty do. Por më tepër, kanë filluar të flasin dhe vetë njerëzit, pra si personazhe publik, si në media flitet, kanë filluar dhe të tregojnë sepse ishte një gjë që e quanin personale. Por tani ajo kalohet në tërësi, nuk kalohet dot vetëm. Pavarësisht se forcën më të madhe gjithë secili duhet ta gjetë tek vetja e tij, por që mbështetjen më të madhe do e ketë nga i gjithë rrethi mbështetës i tij. Mirë, kjo ka edhe anën e saj, nuk dua ta quaj negative, por edhe ka një lloj risku, se kam përshtypjen duke lexuar apo duke identifikuar simptomat e 1, 2, 3, 4, 5 njerëzve, njerëzit kanë filluar këtu një frymarrje të vështirë. Shikoj se të gjithë kalojnë momente stresi në jetë, është e pashmangshme. Se jeta është e tillë, pra të mos vetë identifikohemi, se shumë shpesh na ndodh të shohim raste të vetë identifikuara që kam kaluar ku diun atak panik apo depresion apo çdo njeri mendoj që një herë në jetën e tij ka për të kaluar një situatë të tillë. Nuk mendoj si ty. Por dikush e ka më të fortë simptomen, dikush më të vogël simptomen. Po pra, unë ndaje përmenda në hyrje, se edhe brezi prindërve tanë kanë kaluar situata të tilla, thjesht nuk e kanë ditur çfarë emri t'i vinin. Sot ky emri mund të keq përdoret. Tani janë vendosur terma, kupton? Dhe është një kohë, siç e quajmë, është një kohë digjitale, të cilat ne mund t'i kontrollojmë që në gjitha llojet e vendeve në kohë reale, si thua. Por që gjithë secili ka kaluar një situatë të lodhshme mendore, le të themi, dhe ata kanë arritur më përpara, prindërit tanë kanë arritur
me ato aq dieni sa kishin ato, ta kalojnë atë lloj situate edhe në vetmi, edhe me njerëz me gjitha këto. Po tani edhe në disa raste po jepet pak më shumë zë, si që thua dhe ti, sikur ja vendosin emrin direkt, e kam unë këtë edhe kjo mbyll këtu, po ti ja vendos vetë diagnozën. Unë po them, nuk jam kardiolog, si thuash, po them unë ti ke probleme me zemrën. Po nuk mund ta vendos unë këtë. Janë gjithë instancat përgjegjëse për këtë lloj gjëje. Sigurisht, ka ca etapa, ka ca hallka. Janë disa etapa, janë disa diagnoza, janë disa kontrole, gjitha këto që të vendoset ajo diagnoza në fund, se edhe një diagnozë jo e rregullt do prishte shumë mekanizma të tjerë. Ato sistemin që ne e tham në fillim, ato bashkëveprimin që duhet të jetë midis gjithë hallkave. Pyetja ime e fundit është, a krijohet varësi nga fizioterapisti? Se ju keni një gjë, do me thënë bazë ca seancash të jepni ca ushtrime dhe ato mirëmbajtje bëjnë në shtëpi. Jo varësi, mund të them që fizioterapisti në qoftë se ty të qëllon që në fillim të i mirë, nuk e ndronë më gjithë jetën. Okej. Po kontakti duhet mbajtur. Kontakti duhet mbajtur të gjithë kohës, sepse fizioterapisti është edhe ai që të adreson tek gjithë momentet që ti duhet. Azëm mund kesh një traumë, do të sugjeroj tek ortopedi, do kesh një dëmtim nervor, do të sugjeroj tek neurologu. Edhe fizioterapisti, numri fizioterapistit duhet, sepse të përgjigje gjithë kohës. Tani ku e kuptojmë ne që është i mirë apo jo, se janë shtuar edhe... Që se do kesh benefite. Okej, dhe rezultatet që në kemi. Nëse në qëllon një keq, ndroje. S'do kesh rezultate. S'do kesh rezultate. Kuptoj. Kjo është shumë e thjeshtë. Keni për ta mbyllur, çfarë do doje të shtoje, nëse lam një gjë të rëndësishme për ty pa thënë? Besoj që ne i tham të gjitha përsa i përket stresit. Vetëm do mundohesha të thoja një mesazh me sa unë mund si të kisha, e cila është, si që prekem dhe pak më përpara, gjithë se cili duhet ta gjej forcën tek vetja e tij. Duhet shkojnë tek fizioterapisti, tek psikologu, të gjithë to që të arrijnë një konkluzion të saktë, por që pjesën më të madhe është thjesht brëndësia e trupit tyre që mund ta kalojë gjithë të lloj gjëje edhe me njerëzit e afërm e gjithë këto. Patjetër që po. Të falenderoj shumë për çka ndave me ne. Ishte kënaqësi, faleminderit. Tani kemi për të ndarë së bashku, për të riparë nesër sigurisht, ndërkohë ju uroj të gjithëve një përshëndetje nga Vila 24 e një ditë të bukur në vazhdim. Mirupafshim.